Sot ne jemi mbledhur njëkohësisht në të 12 qarqet e vendit, ku do zhvillohen 12 garat e përballjes elektorale për kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë për të nisur zyrtarisht fushatën e 11 majit. Dhe duke qenë se ishte e vetmja mënyrë për të lidhur bashkë të gjitha forcat komando të forumit gruas, ne menduam që më e udhës ishte të mblidheshin drejtuesit dhe koordinatorët e çdo qarku për të përcjell nga këtu dhe bashkë me ju për gjitha gratë dhe vajzat e Shqipërisë një mesazh të drejtë për drejtë. Shqipëria është grua. Europa është grua. Dhe suksesi i përpjekjes për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian varet në radhë parë nga nënat, nga motrat dhe nga bijat e Shqipërisë. Nuk ka asgjë që mua më bën më shumë krenar për Partinë Socialiste, sesa fakti që kjo forcë politike mbështetet fuqimisht nga gratë dhe nga vajzat e Shqipërisë. E thënë ndryshe, Partinë Socialiste e mbështesi në rang kombëtar 56% e zgjedhësve gra dhe vajza, ndërsa në qarqet caktuara kjo mbështetje shkon deri në 65%. Kjo do të thotë se tek burrat dhe djemt mbështetja është më e ulët për ne se sa tek gratë dhe vajzat. Dhe nëse tek gratë dhe